Më 3 mars mbushen 134 vjet që shteti bullgar është çliruar nga perandoria otomane. Në rastin e kësaj dite, ambasada bullgare në Tiranë organizoi një pritje ku ishin të pranishëm deputet, diplomatë akredituar në Shqipëri, si dhe antar të shoqatave bullgaro-shqiptare. Ambasadori Vladimir Valev në fjalën e tij u shpreh se kjo është një ditë e rëndësishme për kombin bullgar. Днес отбелязваме Деня на българското освобождение. Sot është dita e çlirimit të Bullgarisë. Për ne kjo është dita e mirënjohjes ndaj dëshmorëve që dhanë jetën për çlirimin e saj. Kjo ditë simbolizon forcën e solidaritetit ndërkombëtar, sepse ne mbajmë mend pozitën e fortë dhe pa kompromise të disa prej intelektualëve dhe politikanëve më të mëdhenj të asaj kohe, të cilët formuan një front të rëndësishëm kundër despotizmit. Bullgaria u çlirua në vitin 1878 pas nënshkrimit të marrëveshjes së Shën Stefanit, e cila i dha fund luftës së gjatë me perandorin osmane. Nga viti 1396 deri në vitin 1878, Bullgaria ka qenë pjesë e perandorisë otomane. Si rezultat i luftës së madhe gjatë viteve 1877-1878, vendi u shpalli pavarur.